50 kamiona, ato vinë veç 10 kamiona. Po që kanë besun shumë zotna. Përshëndetje. Përshëndetje, respekt e marsi. Ju jeni? Fatmir Muçolli. Fatmir Muçolli, Fatmir, më do këtë je mendimeve dhe ti. Po. Se pyetjen e kam bashkë të mendu. Kesh të mendu, Fatmir, cili është më i rëndësishëm? A mendimi pozitiv, apo mendimi negativ? Mendimi pozitiv, Churchilli thot. A të thëmë diçka, gratë që veshin bluzë me ngjyrë vjollce, janë xheloze apo jo xheloze? Ngjyra vjollce është ngjyra energjisë pozitive. Energjisë pozitive hamamin. Tonë ditën një grue bjerë në shesh, e shonë vjerën e vetë, a neve na thët mendim pozitiv. Mos i fal ngjyrat për se de. Çdo ngjyrë ka energjinë e vet, çdo fjalë ka peshën e vet, çdo mendim e ka peshën e vet. Fjala e mirë, puna e mirë, vepra e mirë çliron. Fjala e keqe, mendimi negativ çtrëngon, për shkak të smuhesh. E vërtet, jo, mendimet janë ndryshëm. E pse mendojnë njerëzit negativisht? Sepse për momentin sistemi negativ është në qarkullim në jetë. Gjithçka organizohet me negativitet. Bëhet lufta, pastrimi i parave. Qysh pastrimi pa, unë ka njëherë menoj negativisht, po s'pastroj para, se unë s'kam maqin për pastrimin e parave. Balaj, po një ditë më kësha pësaru kulletën në gjep, e më keshin lavatriqe, mu lajshin paret. Qa jo është pastrim parave, a? Pastrimi i parave është si kur njësë ndimat humanitare. Shënohen ato që në 50 kamiona, ato vinë veç 10 kamiona. Edhe masanenaj, edhe që ta 10 kamiona shritën për ata njerëz. Që kjo ka ndodhë edhe në Kosovë, që kjo ka ndodhë edhe në Ukrajinë, mendimi i lëmjes parave, pozitiv apo negativ? Normal që kjo është negativitet. Negativitet. E që shdo të me menuna pozitivitet me qëtë mendimin e pastrimit? Ne jem të interesum që të vjetrën me të rejnë me ndryshu. Po qysh me ndryshu? Godinat e vjetra me largu. Jo, zbani godinat janë monumente kulturore, historike dhe kulturore artistike. Pa arru e keqa e mira së në vjenë. E vërtet? Pa arzu të keqen të mirën së në qanë. A e di që godinat e vjetra historike na mojnë neve si popull gjallë edhe na i do të mirujt ato godina historike, trashëgimi kulturore? Jo, unë e shumë për ato. Mendimi pozitiv thotë të keqen me të mirën ndrysho, të vjetrën me të rejnë ndrysho, punësoj njerëzit me energji pozitive që të keqen. Po punësoj me energji pozitive, po ku mi punësu me energji pozitive? Rroga nuk jo del taman që shdo të rrogë. Këtë sigurimin shëndetësor nuk e kena. Ku? Shka të doktori do të me shkuti që doktori si të shethët, pat prej keqe shtetë, shka ki? Pret. Ti kalzoj, kretë barna ti baj, tap, edhe shka, që i bje kjo? Ta shumë bëtëm. 100 euro benzin nuk o zgjedhje, edhe këto rroga nuk janë zgjedhje, po qyshe ka njerëzit zamrën edhe shpirtin që ashtu i kam punët. Mas pari duhet zamrën edhe shpirtin me pasru, me anis me punu, njoni tjetën me një mu që të keqen me të mirën me ndryshu. Që kjo kulturë, që kjo tradit kambi për tjilë, pa ndryshue regula, disiplina, ligje, da di që do të të religion? Religion do të të regull një religion. Ato përpara kur ka qenë polibesimi, po që kanë besun shumë zotna. S'kom pasjetu se s'jam kanë qatë. Okej, urojmë që mirë aty për cilë kalën i mirë. Trujtë zoti e faleminerës që na i dhave një mendim pozitiv që qëruar me negativ. Inshallah, veç ajo të godinat, inshallah si rëzojnë krejtë se qohën pesh. Unë thëmë, kejtë tokat, mas parit duhet mu pastru këtu në Kosovë. Jo, mi pastru pozi, kanë mush me ferra. Shpijat mu qitën kodra edhe fondi global i energjisë pozitive më bo, që mos me do njeri katarnë. E që shme shkuta e shpija në kodrë, përse kja të spallin të kodra atë? Ajo është vizion. Për vizione e vërteto, ti trojtë zoti, edhe na me vizion të mirë dhe të qartë, jetoni me pozitivitet, gjonat të mira se dhe veç na stop negativitetit, sepse e bukra ka një emër a jemërin ana pozitiv.